Po të paktën tash edhe ti paguajmë se thosh ti ja dëm shpërblim gënjesht. Po pse kaq gjitha protesta me 1000 euro do lajn gojën këta. Po se marr vesh. Do e vlla nga 10.000 euro për kokë njerëzve. Po ma thuaj ti tani. Po. Unë me thënë drejtën, unë e kuptoj domethënë që kjo është një lloj ironie për t'i thënë njerëzve zgjoni, domethënë çfarë do bëni vetëm me pagesë është ideja, vetëm me kështu, po gjithmonë fjala kur thuhet varet edhe kush e thot fjalën. Ka të bëjë shumë. Në këtë rast për shembull, opozita shqiptare, përgjithësi ky mund të jetë një përfaqësues i opozitës, po. Në përgjithësi e gjithë opozita nuk është se është ekzistente, duhet të jemi të drejtë, nuk janë ekzistent. Nuk janë ekzistent, nuk janë më të besueshëm, duhet ishte krijuar prej kohësh një opozitë tjetër. Shikoj, u krijua një lloj opozite këtu Bego. U bë një opozitë këtu vllai im. U ndërtuan këto partitë e reja. Atëra më hodhën kundër mua. Ti gash je xheloz. Mi thash që ti je xheloz për Aleksandrin e Madh, edhe bën vakit ti se njerëz jemi se ka arritur shumë njet. Çka kanë arritur këta? Që ti je xheloz për ta, kupton? Edhe unë me një logjik thjesht. Unë i thoja njerëzve publikisht. Nuk mund të lindi dot opozitë shëndetshme nga trupi metastazi politikës shqiptare. O do vi nga jashtë, po themi jashtë sistemit politik, pra të vi një djalë, një vajzë, diçka, të bëjë ndryshimin. Jo, ti e ke xhelozi e gjitha me radhë. Dolën Skopje. Kur them dolën Skopje, pra dolën ca njerëz të cilët luftuan për ca karrige. Pra u vrau opozita vlla. A është kjo dorë e Ramës? A është kjo kështu? A është ajo ashtu pak rëndësi ka Rama dhe po ta ketë dorën aty? Bravo qoftë se është Machiavellist vlla. Ditë fitoj.